Seanca gjyqësore ndaj të pandehurve të dosjes 5D është shoqëruar me tensione në sallën e gjyqit. Avokatja e Taulan Tushës ka kërkuar ndarjen e procedimit penal për klientin e saj, duke argumentuar se pozita e tij juridike, faktet dhe provat që lidhen me të janë të ndryshme nga ato të pandehurve të tjerë. Kërkesës së saj u bashkua edhe të pandehurit Anton Punavia, Julian Zanaj dhe Albano Janku, antar të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, të cilat kërkuan gjithashtu gjykim të veçuar, duke theksuar se çështjet ndaj tyre nuk kanë lidhje të drejtë me pjesën tjetër të dosjes. Sipas mbrojtjes, veprat penale që u atribohen Mariglen Çatos dhe Redi Mollës, përkatësisht korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje pasurie, si dhe akuzat ndaj Nestor Muhametllarit, janë të një natyre të ndryshme dhe kërkojnë një trajtim më thelluar për shkak të kompleksitetit të provave. Pavarësisht këtyre pretendimeve, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi të mos e pranojë kërkesën për ndarje të çështjes. Trupa gjykuese argumentoi se çështja do të vijojë të shqyrtohet në një proces të unifikuar për të gjithë të pandehurit. Tre ish drejtorët e Bashkisë Tiranës, Redi Molla, Taulan Tusha, Mariglen Çato dhe Anton Punavia, Julian Zanaj, Albano Janku, Nestor Muhametllari do të nisin gjykim në themel. Më herët, trupa gjykuese rrëzoi kërkesën e grupit për të gjykuar me procedurën e shkurtuar. Ish drejtorët e Bashkisë Tiranës u arrestuan në muajin mars të vitit 2024 me urdhër të prokurorisë së posaçme antikorrupsion në kuadër të hetimeve për dosjen 5D. Ato ulan në masën arrest në Burg, ndërsa 5 personat e tjerë në masën detyrim paraqitje, konkretisht Anton Punavia, Julian Zanaj, Albano Janku, Nestor Muhametllari, Debora Keci dhe Eglantina Zere. Këto dy të fundit, tashmë dhe antarët të KVO, janë veçuar nga ky grup. Sipas PAK, Çato dhe Molla janë pronar de facto të kompanisë 5D, e cila sipas hetimeve ka rezultuar fituese të disa tenderave pranë bashkisë. Bëhet fjalë për 11 procedura tenderimi në harkun kohor të 6 viteve, nga 2016 deri në 2022. Kompania njihet edhe me dy emra të ndryshëm, Igor Electric dhe Vas Construction.